Që nga e hëna qyteti Ferizajt ka nisur një risi në fushën e transportit publik. Për herë të parë do të funksionojnë linjat urbane të autobusëve në qendër të qytetit. Zëdhënësi i komunës Selim Areci bën të ditur se gjatë fazës një mujore të testimit, shërbimi do të jetë falas për të gjithë qytetarët që zgjedhin të udhtojnë me transportin publik. Sipas Marecit, pas përfundimit të fazës testuese, çmimi i biletës pritet të jetë më i ulët se 50 cent, ndërsa planifikohet edhe ofrimi i biletave ditore. Janë 4 linja në komunën e Ferizajt që po qarkullojnë. Këto 4 linja përfshin pjesën më kryesore të qytetit, domethënë të gjithë pjesën urbane të Ferizajt. Varësisht për kërkesave të qytetarëve, po rritë kësaj edhe një herë do të ketë edhe shtim të autobuseve, sepse janë në gjendje nga dëshmëri operatorët të cilët e kanë fituar këtë projekt, operatorët ekonomik, 2 operatorë ekonomik që po i kryjnë shërbimet në kodët të stacionit të autobuseve të Ferizajt, dhe varësisht po thënë një për kërkesave të qytetarëve do shtohet numri i linjave, do shtohet numri i autobuseve, e gjithashtu do zoglohet edhe orari pritjes së linjave të autobuseve, janë caktuar lokacionet ku do të ketë stacione urbane për këto linja, dhe pastaj edhe pjesa e pagesës, ju e dini që për këtë muaj mirë, po është shqyrtim, ende nuk është caktuar direkt se sa do të jetë pa pagesë, domethënë linja urbane. Mirë po. Sa mendovat të jetë bileta? Keni menduar një bilet? Biletat janë duke u diskutuar pjesa se sa do të kushtoj, mirë po ajo do të jetë është një kosto më e lirë në Republikën e Kosovës, sidomos krahasim me kryeqytetin, do të jetë bileta më e lirë në komunën e Ferizajt. 50 cent? Më lirë se sa po them, më lirë se sa për komunën e Prishtinës, nuk mund të flas me shifrata sepse janë duke u diskutuar këtu. Mirë po ajo mund të them është e ka teksuar edhe kryetari i komunës zotëri Aliu, që do të jetë bileta më e lirë në gjithë Republikën e Kosovës, domethënë sa i përket linjave urbane. Ai shton se është duke u diskutuar për lirimin nga pagesa të kategorive të caktuara si veteranët dhe familjet e dëshmorëve përmes subvencioneve komunale. Këtë muaj do të jenë pa pagesë, sidomos ky muaj i parë i testimit është pa pagesë për gjithë qytetarët e komunës e Ferizajt. Mirë po, më pastaj përpos punës pagesës që do diskutohet të cilat kategori nuk do të jenë pjesë e pagesave, siç është bie rasti për shembull veteranët apo linjat, domethënë kategori të tilla të cilat do të jenë të liruar nga pagesa. Mirë po, normalisht kjo do të jetë kodë të subvencioneve që do të ketë te kryetari i komunës. Menaxheri i linjës A, Muhamet Çorolli, thotë se ndonë se ka ende disa pengesa teknike, qytetarët kanë shprehur interesim të madh për përdorimin e këtyre linjave të reja. Këto vija i ka lëshu komuna në bashkëpunim me Ardit Tursin dhe Arbeni Tursin. Për momentin është ide e qelluar e komunës dhe të dy firmat janë duke punuar në vllugur më të mirë që janë e mundshëm për të realizuar kërkesat e qytetarëve. Ka të interesuar shumë, për momentin kanë pengesa se ende nuk janë rregulluar disa sende që duhen të rregullohen nga trafiku, pikat ndarëse dhe qarkulluese të sinjalizuara. Në momentin kur sinjalizohen gjitha, nuk kanë me pas të lash dhe kanë me qenë më shumë të informuar, se për momentin nuk kanë se do të informota ku me dalë dhe ku me prit autobusin. Çorolli thekson nevojën për zgjerimin e linjave edhe në drejtim të fshatrave të Ferizajt, ku mungesa e transportit mbetet problem serioz, sidomos për nxënësit dhe banorët që punojnë në qytet. Po, sigurisht se ka nevojë edhe fshatrat që me pas qarkullim më të shpeshtë, jo për shembull brenda ditës vetëm 4 herë në ditë. Njerëzit nuk mundën të jenë gjithmonë në atë orar të punës që mund të qarkullohen, kanë nevojë më herët, më vonë. Ka nevojë, po sipas mundësive këto realizohen gradualisht. Aktualisht nisjet nga stacioni i autobuseve bëhen çdo gjysmë ore me synim që ky interval të zvoglohet në të ardhmen.